Ndërkohë dhe kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi po ashtu ka pasur një reagim, trondit se ngjarja e rënd kriminale në gjykatën e apelit ku mbeti vrarë gjyqtari Astrid Kalaja. Ky akt i pashoq është prej atyre që të lëm pa fjalë, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes, komunitetit të gjyqtarëve dhe profesionistëve të drejtësisë, apeloj që autori këtij akti shokues të marrë dënimin maksimal të parashikuar nga ligji. Sot është dita për të theksuar me zë të qartë që vetë gjyqësia ndaj vendimeve gjyqësore që ka nisur nga sulmet e hapura të kryeministrit ndaj gjyqtarëve, prokurorëve për vendime që nuk i pëlqejnë, nuk ka vend për një shoqëri demokratike. Nxitja për vetë gjyqësi është po aq e dënueshme sa dhe vrasja e një gjyqtari në krye të detyrës. Ky është rasti i parë në historinë e 35 viteve ku një gjyqtar qellohet në krye të detyrës vetëm se guxon të jap vendimin sipas bindjes së tij dhe ligjit. Përpasoj, sot është dita për një reflektim të thellë nga e gjithë shoqëria shqiptare. Kjo është ngjarja më e rëndë në 35 vite demokraci. Ministri i Drejtësisë Besfor Lamallari dhe Ministri i Brendshëm Albana Kociu, që janë titullarët e institucioneve që duhet të garantojnë sigurinë në gjykatë, duhet japin urgjentisht dorëheqjen